aty do të shkojnë, pra do të përdoret për këtë punë, por si do të reagojnë, do të kuptuar edhe vetë Trumpin se nuk i dihet se çfarë sot e thotë ndryshe, nesër e thotë ndryshe, pas nesër e thotë ndryshe. E qartë. Ka ana tjetër, Sokol, kritikët thonë se rifillimi i këtyre testimeve bërthamore mund të ndezë edhe një cikël të ri tensionesh global dhe mund të rikthejë edhe frikën e viteve të luftës së ftohtë. A është kjo një lëvizje, Sokol, e menduar për të rikthyer frikën e instrumentit politik? Po, kjo është e menduar, nëse e referohen për shembull fiks para 5 vite kur ishim në kohën e pandemisë, do të krijuar një frikë, pra aty domethënë janë pothuajse të gjitha me paramendime, pavarësisht se si i emërtojmë ne dhe si shprehen në publik apo si nxjerrin në teatr ajo e shkruar, por gjithsesi janë ajo frika, pra dhe pika kryesore këtyre përdorimit këtyre testimeve, po mendoj që kjo është për tani të paktën, por do të shohim se dimri është i ftohtë në shumë kontinente të botës dhe nëse referohemi domethënë në Amerikës direkt pas tyre fjalimeve të ashpra për testimin e këtyre armëve për të treguar fuqinë e vet, kemi edhe pronësime krejt të tjera, ku thot për Argjentinën, ku thot për Sudanin, ku thot për Nigerinë, për tjera që për ndërhyrje të tjera, pra kjo tregon që se bepi tyre domethënë është ajo për të krijuar atë frikën e reale tek populli, pra domethënë tek opinioni mbar botëror. E qartë. Mirë, Sokol, nga ana tjetër Trump ka thënë se ka urdhëruar Departamentin e Luftës të përgatitet për aksione ushtarake në Nigeri. Kjo ndërkaq ngre dhe pyetjen themelore për kufit e kompetencave prezenciale dhe për procedurat ligjore. Nga këndvështrimi i së drejtës ndërkombëtare, Sokol, dhe të ligjit amerikan, çfarë autoriteti ka presidenti për të urdhëruar sulme jashtë vendit pa miratimin e Kongresit? Apo për të shpallur një luftë nuk e ka, domethënë, e drejta amerikane, pra ligji amerikan nuk e ka ashtu, po dhe ligji ndërkombëtar nuk e ka ashtu, domethënë do të marrë vendimin. Edhe Amerika do të marrë vendimin e vetë Senatit amerikan, po ashtu edhe Kombet e Bashkuara, por në fakt disa pika kryesore të ligjit amerikan dhe të kushtetutës amerikane janë që ja japin atë drejtën. Pra për të ndaluar një pyetje, një genocid, thotë, që thotë Trump i gjë, po shpëtojnë kristianet atë në Nigeri. Ky është preteksti i tyre, apo po ndaloj ato nëndecet që janë të mbushur me drogë të atyre që po futen me gjoja po futen në Amerikë, pra e ka një të drejtë, pastaj konsolidimi i saj do të më kaluar për Senatin amerikan. Po ashtu edhe të Kombet e Bashkuara, por nëse je më i fortë i të fortave në këtë botë, domethënë Amerika ka dhënë disa shembuj që këtë është një gjë të bën, për shembull e fundit e kemi edhe sulmi me dysha që bëri në Iran, pra që i bombardoi centralet nukleare të Iranit dhe edhe ai nuk mund ta bënte domethënë normalisht pa okejin e Senatit, por ai ligji i amerikan i jep atë mundësi, pra hira, dola e bëra, ndalova dhe u ktheva. Pra nëse shohim në këtë aspekt, Amerika mund të bëjë shumë gjëra sepse e bëri. Domethënë pra këtë vit ja arrit ta bëjë një atë gjë domethënë pas Senatit. Por ne referohemi luftës së Irakut apo të Afganistanit, ndërmarrësh që është marrë okay nga Senati aty, edhe pse ne vonë për pastaj dalin që jo, po Saddami nuk ka pas barba bërthamore të tjera, nëse ju kujtohet domethënë vite më parë që pat folën atko Bushi, po edhe Tony Blair i Anglisë. Pra ato normalisht nuk i ka të drejta presidenti amerikan, por ka një pikë, domethënë në 4 pika A, B, C, nuk pikë C, që ja jep atë të drejtë dhe pastaj konsolidimi i asaj, sepse kështu e mund ta bindi edhe Senatin, që ishte një gjë shumë e rrezikshme, domethënë nuklearizmi, për shembull atë që ndodhi në Iran, edhe ne e anulluam, domethënë pra ne e fshim nga rruzi tokë dhe nëse kërkohet një hyrje, normalisht edhe Senati amerikan do të japin okay. E qartë, në fakt si pritet të ndikojë dhe pezulimi i ndihmës amerikane, Sokol, në kapacitetin e Nigerisë për të luftuar kështu grupet ekstremiste dhe nga ana tjetër si mund të ndryshojë kjo dhe raportet strategjike midis Washingtonit dhe Brukselit, por edhe vendeve të tjera? Po Brukseli e shef në aspekti tjetër, domethënë e shef totalisht ndryshe Nigerinë, sepse ka vetë si thënë asaj, ka fushën e ndikimit të vet asaj, kurse Washingtoni e shef krejt tjetër, Kina e shef po ashtu ndryshe edhe Dhe preja e ndihmës së këtyre normalisht është totalisht një strategji e vet Amerikës dhe për këtë ndihmon projektin apo strategjinë e Amerikës, kurse për Europën jo, por do të shohim në ditët në vijim se si do të reagojë Europa, ku Europa them Europa, por në fakt nuk e kemi një politikë të jashtme apo një ushtri të Europës që
vendosi sikur vendos vetë Amerika, domethënë, por do të kemi prononcime ndoshta krejt të ndryshme që ofnë Anglia, Franca, Spanja, Gjermania, do të kemi të ndryshme, por gjithsesi gjithë ky projekti që thotë Trumpi është strategjia e vetë Amerikës dhe me bot kuptimin dhe me si thënë asaj me interesin totalisht të Washingtonit dhe jo të vendeve të tjera, pra të Europës apo të tjera. Këtu mund të kemi një krizje mes tyre, por gjithsesi Amerika ja arrin ta bëjë atë vetëm, domethënë me shumë vende siç e bëri, domethënë në disa në administrata e dytë të Trumpit, edhe në këtë çështje, duke që Europa ka ngel pak hapa më pas, domethënë për të shtrirë në fushën e saj një strategji për të mos prerë ndihmat dhe mos të lërë të rriten dhe grupet radikale që vrasin me të vërtet me qindra apo me mijëra njerëz, domethënë në ditën e Nigerinë. E qartë, mirë Sokol, për ta mbyllur pyetja e fundit, deklarata e Trumpit përshkruan dhunën si kasapan mbi të krishterët, ndërsa nga ana tjetër të dhënat lokale dhe analizat tregojnë se aktorët dhe shkaqjet janë të ndryshme, pra dhe shpesh përfshin këtu konflikte pronësie, etnie dhe kriminaliteti. Pyetja është se sa i saktë është portreti i dhunës që presidenti i SBA-s Donald Trump bën në komunikimin publik dhe rrezikon kjo nga ana tjetër për shkallëzimin e tensioneve fetare. Apo kjo ndikon, automatikisht ndikon në përshkallëzimin e luftës ndërfetare, grupeve radikale, radikalizon edhe shumë grupe dhe lindet e grupe të tjera. Në fakt kjo është mundësia që bëhet atë që krijohet vetë nga situata, por do të thënë kjo që prononcimet të tjera të Trumpit nuk është se kanë realitetin e zonës, pa realitetin e fushës, siç e dimë, domethënë shumë mirë që e ka pasur gjithë bota, domethënë edhe në Gaza, për shembull, një të gjatë listë Trumpit, por bëhet fjalë që kanë vdekur mbi 70.000 njerëz, domethënë fëmijë, gra e pleq, pra nuk është realiteti i Trumpit ai që thotë Trumpi në Gaza, pra edhe në Nigeri e njëjta gjë ndodh, ai që thotë Trumpi thotë për të bindur, se duhet harruar, domethënë që pas në mos gaboj pas 11 muaj kemi edhe zgjedhjen në Senatin Amerikan, kështu që Trumpi mundohet për të mbrojtur votën e saj dhe për të bindur, domethënë sepse dihet që është në krahun e evangelistëve dhe pra për të shpëtuar të krishterët, por siç e thatë pak më parë, të janë probleme pronash, janë probleme krejt e tjera dhe nuk ka pasqyra reale e zonës, nuk tregon që ka një luftë ndërfetare atje, por nëse i mallit, pra nëse Amerika nxjerr këtë fotografi që kjo janë për luftat e normalisht strategjia amerikane ka qëllime krejt të tjera dhe me sa duket do të kemi ndërhyrje ashtu siç ka paralajmëruar Trumpi. E qartë, mirë, Sokol, kemi arritur në fund, të falenderoj për gjithë informacionet. Gjithashtu do të falenderoj. Merci. Mirë, të nderuar teleshikues, kemi arritur tashmë në fund, do të bëjmë një përmbledhje të shkurtër se çfarë diskutuam ditën e sotme. U ndalëm tek deklarata e presidentit amerikan Donald Trump, i cili minimizoi mundësinë e një konflikti të drejtë për drejtë, por deklaratat e tij se ditët e Maduros janë të numëruara dhe urdhërimi për veprimit ndaj anijeve të dyshuara tregojnë këtu edhe presion të lartë politik dhe ushtarak. Ndërkaq blerja e mira dronëve tursh nga Kosova nuk është vetëm një përmirësim teknik, ajo është një mesazh politik që ka ndezur gjithashtu dhe reagime të ashpra në Beograd. Dhe në fund fare u ndalëm tek Trump, i cili deklaroi se SBA do të kryente dhe testime bërthamore, por pas specifikuar edhe formatën, pra shpërthimet kritike apo testet jo kritike, dhe kjo deklaratë gjithashtu ka ndezur shqetësime serioze ndërkombëtare, qoftë si një sinjal i një gare të re armatimesh, por qoftë si një taktik presioni, pasoja për stabilitetin global dhe traktatet e mos përhapjes mbeten këtu pra të rëndësishme. Me kaq përmbyllim ditën e sotme, do të shihemi sërish ditën e shtunë.